Si fëmijë, tha që. A do lirohet thoqe me që jemi te krerët e Do lirojnë të 4 do vinë. Se më thoni një diçka shumë interesante gjatë biseda private, do lirohet brenda këtij Jo do lirojnë, ne kemi dërguar jo si parti, unë nuk jam parti këtu zoti. Unë quhem Shpresa e Kombit, po e vum emrin parti, se në kushtetutën e këtyre sërbe, se kjo është kushtetutë sërbe, që është në Shqipëri, 7500 njerësh të hysh në burg ti prin cigare, kurse ti vjedh miliona, rrim në shtëpi. Pra, e vum emrin parti se dulce gjukata. Dhe kur e kam bërë unë, jam i vetmi ti e pe hartën para derës. Leta veri një parti tjetër, ambasadat vednja grisin. Po këtu është Amerika, kjo dera këtu. Këtu është Pilinqi edhe Amerika. Leta provojnë. Pra, të dalim aty dhe Kurti. Pra, kur u godit Serbia, Clintoni s'din dhe gjëfare. Kur lexon të letër, Clintoni kishte 8 orë që bombardoshe Beogradi. Ishte pregatitur. UÇK-ja erdhi. Luftovi të shpëtonte fëmijët e vet. Se Kosovës i ngjau teksolisht shqiptar, i ngjau si qamëria. E vërtet. Po ishim tek presidenti Hashim Thaçi, do lirohet thonë brenda. Po jo vetëm ai, të 4. Po nga e diti. Po nga e di unë kemi dërguar letër zyrtare. Jo si parti, ta thash një njerë, si misionin që kam unë. Edhe po thu që brenda këtij viti do të lirohet? Edhe na kthen përgjigje që do lirohet. Brenda këtij viti po thu? Unë them, a këtë brenda këtij muajit, a 15 muaj që të vi. Po unë them brenda këtij muajit. Se kjo është që se ju keni bërë zgjedhje, prap do bëni, edhe një herë. Edhe një herë do bëni zgjedhje. Po su ai flamur, Kosova nuk ka zgjedhje. O zotni, ti je shqiptare, apo? Po, absolutisht. E pranon atë flamur që ka në zyrë kryeministria, se pranon. A i ke shguar rrugët e Kosovës janë ka flamur shqiptar? Çdo shqiptar në Kosovë e ka flamurin në shtëpi? Po ky është flamuri tonë. A i u bë për disa ditë. Po s'ke drejt 2 shtete me një flamur, profesor? Jo, po të bashkojmë. Bravo. Edhe Palca kush është? Unë e kam thënë 1000 herë. Palca dhe shkaktari i shkatrimit të Shqipërisë, pe 80 e 5 vjet është Tirana. Po Marin Memën pe përmendin shpeshherë me bo kryeministër? Kush? Marin Mema, po thonë me bo kryeministri i Shqipërisë. Unë Marin Memën nuk e kam takuar fizikisht, po pe them hapur këtu tani. Ne e ruajmë atë. Ka 4 ditë që ne kemi hequr rojet, sekret, sepse Mema, unë e kam gjerë në televizor, po bën një punë patriotike. Të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme, tregon histori e Shqipërisë. Po e mban mend që Edi Rama e nxjerr ka 2-3 muaj që thot, Greqia thot, hiqja non grata, ai nuk është non grata. Pse e thot Edi Rama? Po për kryeministër çka mendoni? A bën për kryeministër? Kur të bëhet Shqipëria këto ditë, mund të jetë kryeministër ti, kush ke dëshirë? Po për 3 muaj jam unë. Për 3 muaj? Ja. 3 muaj jam unë. Për qëllimisht, për të ndarë hotelet, për të ndarë pasurit, se në tokën e Shqipërisë nuk do ketë 1 milimetër të marrë një huaj. Që janë hotele në Bregdet, janë tokë e Shqipërisë. Vetëm Berlusconi, qupe ti, është në Dienit në dërgoj parat. Ka 5 hotele në Bregdet. Pra zotni, nuk i ka Sali Berisha. Këta hanë, pinë, kanë para në përshpirat, po hotelet, vilat janë të ministrave tuaj, janë të ambasadorëve tuaj, janë të ati ambasadorit që kemi këtu, që e them hapur, që kërkon të bëj Shqipërinë pederas, a i të iki para se të bëhem unë të marë qeverinë. Se këtu, unë e shpjetë e Skënderbeut. Pra, ne nuk ta pegon. Haga është e Serbisë. Ata zotni ti dënoj Shqipëria, po dojnë në Kosovë, nëse Thaçi ka vjedhur, si sot, po nuk ka turp që thua ti kryeministri i Kosovës, që thot i birit i ka vjedhur rrugët. Po i birit ti flet shqip, kurse gruaja ti flet serbisht. Fëmijë ti, e kryeministri tuaj pra, pse se morin votimet kur vajti? Çfarë tregti e ka në Serbi? Çfarë vili ka ky në Evropë? Pra, neve
shëgojmë dhe ne i duam shqiptarët, unë ja dua të mirën Kurtin. Ai sot që flasëm në këtë moment, nesër, po e vuri këtë flamur në zyrë, e të thot, ja ku e kam, ai do jetë kryeministër. Derisa të bëjmë me Shqipërinë me kufi natyrore. I bëjmë ne që ta votojnë ato votat i mbledhën. A mban mend kur u bëja kjo presidentja, se i tha një fjalë presidenti i Amerikës më bi telefon. Po kush është presidenti që thotë më bi telefon? Të urdhoj këtë bëj president në tokën e Shqiponjave? Ja. Ai të urdhoj të vi, të na bëj turizëm, të vi të shpenzoj para, po jo të marri para, që u them hapur, mos më intereson se kush është president. Unë jam në vendin e dur, unë jam 100% Amerikan, po unë jam 1.000.000% jam shqiptar. Ky flamuri tim ka me mira vjet, ai flamuri atje matan ka 250 vjet. Profesor, faleminderit shumë që ishe sot në intervistë bashkë me mu. Unë për fund desha me falenderu sponsorët, i kom sjellë ujë nga Kosova, është ujë si bura, pija, ronia, i kam sponsorët me. Unë ujët është kudo, i njësoj. Po ky ujë është nga princat e Kosovës që kanë luftuar me shekull që në kohën e Skënderbeut, po më mirë të them të Teutës, të mbretreshës, që i takon nga ana e krahinës tonë, se Kosova është krahina jo. Maqedonia është krahina jo. Do bëhemi bashkë, unë të respektoj, po mund të t'jap një këshill më pranon. Po mëre? Ke një televizor të mrekullueshëm, që e shërgon dhe Amerika, por mos pranoj njerëzit të lifara që lloj që të ul në autoritetin e UÇK-s. UÇK-ja do të ngelet një histori flamuri, se edhe në Amerikë është New York për shembull, është flamuri amerikan, po është dhe flamuri i shtetit të New Yorkut, flamuri ushtrisë. Kurse do ngelet me shekull, mbaj mend, e në Shqipëri, e në Kosovë, edhe në Maqedoni dhe në Maltëzi do e 2 flamur. Një flamur i Shqiponjës që është me shekull e me mira vjet do jetë, dhe flamuri UÇK-s. Është e para herë që UÇK-ja luftovi krah për krah dhe duhet ta dinë kosovarët. Ai gjyq që bëhet në Hag, bëhet për të ul autoritetin e Amerikës. Se UÇK-ja nuk luftovi vetë. Ishte Amerika përpara për të ul autoritetin, po sa jemi gjallë ne ajo atje do vinë shëndoshë mirë, do vinë në Kosovë, nëse kanë problem familjarisht, le ta zgjedhin me familje, po jo të dënohen në armiku tonë shekullor. E vërtet, profesor, faleminderit shumë. E unë të falenderoj. Faleminderit shumë. Dhe sukses. Faleminderit edhe sponsorët tonë, është ujë si bura, Medical Park, Art Fruit Aronia dhe Jeta Arifi me fustana nësrije. E unë po pi një ujë të Kosovës dhe të kompanisë që kini ju. Hajde gëzuar. Sukses kompania. Faleminderit, shikuzë notën e mirë, ka që të personët e shimi javë tjera, sigurisht.